Jam agronomisht kaj, Pizarro Bregutul. Për momentin jam pronar një ferme të lopëve, diku i kem rreth 24 krerë, mëdha të vogla, 12 lopë janë qumshtore. Kam qenë përpara jurist, para 4-5 viteve jam pensionu, kështu që kam zgjedh me punu me lopë, me bujqësi. Pas pensionimit, e kom pas mundësinë me punu edhe si avokat, se e kom pas krymë, kom punu disa vjetë para luftë edhe si avokat, mirë po përgjeda që të punoj punë pa stres. Punë është pa stres, pak fizikisht, po kërkon pak mundi, pak më të madhë, mirë po qa me bota, është ma tjetë që edhe mbetë, po duhet me... Normal. I përmene një 2-3 profesione, përmene që e kon jurist, e përmene që e kon edhe futbolist. Edhe futboler kom qenë futboler i këfet Deçan, flamurtarit Prishtinës, Feroniklit, Kristalit, në atë periodën vitet 80-ta. Deri sa... Ku e kisha vetën ma shumë, dhe më thonë mes juristit, futbolistit, edhe ta shtu merë për shambull me baktik? Gjitha këto janë gjithë më thonë dashni, që s'muj me i da njënën me tjetën. Jurispondentën ma pak. Ma shumë kom pas dëshirë me gazetari po fati. Jeta është e tillë që po rrjetat e jetës ma shumë në drejtun ka juridiki, ka jurispondenta. Kështu që kom punu si jurist, gati gjithë karrierë sa kam qenë, aktiv me profesion. Vitet 90 na po të largu pi pune, atëherë faktikisht u desh pak më tepër mu gjetë me bujqësi, atëherë ajo met. Ajo më tepër është merit në është edhe shoqësime. Shoqja ime, kjo më tepër, edhe si kur ka qenë edhe vajzë atje, kanë pas lopë, kanë pas aty amek, ne atëherë kjo na imponoi një farë forma, e kupton që mos i veç po, ishin kushtet, shumica tash nuk po mojnë lopë. Të paktën ata që po mojnë lopë, ka toka, ka livadë, ka gjitha janë. Pse nuk po mojnë lopë? Pse menon që s'po mojnë lopë? Po unë po m'duket është pak punë pak fizikisht punë ma e zërshme është, e kupton. Duhet përkushtim, duhet faktikisht 2-3 metor me ju përkushtu lopë, nëse manë pak ma tepër lopë. Me lopë që je marë rregullisht gati, mirë po me ma pak. 2-3 lopë rregullisht stinë zverës pej vitit 2010. Nëse s'gaboj, po ma më të madhe. Djali ma tepër, edhe insistoja me mekanizm, me aty amek ne. Me mundësi tona i kemë bo, po përfitimet e qeveria kur gjo s'kem përfitu. As migrantat, kur gjo heq, gjitha i kom pas tarën të mira atje në Ravec. Tu i falenderua saj me kredina, me aty amek ne. Normal edhe me punën e shoqës edhe djalit dhe amek ne bashkarisht. Sot animojnë ta, sot animojnë shoqja. Shoqja shumë. Sot po pritojme më mirë me shoqja shumë. Shoqja është personi që faktikisht kur rrit saj gati bjen puna ma e madhe, e kupton, me mirë lopë të mu për kujdes, gjitha, e kupton, punë matrona fizike pak unë e djali i kryim. Edhe pse djali ma shumë me mekanizm, me traktora, me nej, tash, mirë po, kjo është faktikisht kryesorja, kjo duhet me konë, kjo mu qujtë nashta drejtoresha, menagjera, e qësaj, se kjo menagjen me këto. Përgëzime për punën që e banë, bashkërti ju e të livdoj bajagi shumë që spritan më mirë me këtë punë, anë bëtë me ty ca është punë e zërshme. Punë e zërshme për mua nuk është se tash me qef e bëj, qështu që. Qatë punë se ta bëjsh me qef nuk asishne, nuk mirësh qështu që. Punoj i mjeli lopt, unë në mëngjes qohem me shoqin, në mëngjes pim kafe, atëherë dali me shkojmë filmë një herë të lopt. Ky ju qëtë jap hiqen plehin, djali edhe ky, unë e vazhdoj atër për një i mjel lopt. Atë në mëjnë nusja, në i troa veç vetë? Ja, veç vetë. Unë nuk merna, asë më s'më konë edhe grani, edhe djali më s'më konë muna vetun për mi krya. Së kom problemat punë. Mu më të regej që te edhe kur je konë gjini tone, jemi me lupë dhe i kështy me i bu. Kemi pas edhe të lupë atje të nona, jemi mirë edhe atje me to. Valoj keq shumë, se në ma mirë se në vend tonë nuk e ki kërkun. Punë, ti banesa pagun 1.800, ti me qato pare 1.800 jeton edhe këtu.
Për momentin janë 24 copa, 12 janë të mëdha, qumshtore si ju thojnë që mjelen, po. So shkon vlera e qytyne komplet? Ma nuk e di, diku që tash ka hip vlera e love, ka hip, diku rreth 3.000, Okej. 3.500 e këtyne. Me qenë pak ma e vjetër, ma diçka, çmimi është ma jolt, e kupton veç qëto për afërsi shumica, diku rreth 3.000 euro. Sa je i lidh me to? Sa e vren veten që je i lidh Shumë me jam i to? lidh, shumë jam i lidh me to, se e ndjej veten që pushoj. Sinqerisht pushoj, e kupton. Është punë po stres, punë fizike po, mirë po stres nuk i. Në profesion kom pas, është kone kundërta. Punë fizike nuk kom pas, stres kom pas sa dush, në për gjykata, në për prokurori, në për aty me probleme sa dush, këtu nuk i problem. Këtu s'ki problem, këtu e një farë knasi. Dhe sa litra shumë shtet zani për tyne? Zakonisht, për momentin diku ka 150-160 litra, muj më shku në ashtë dhe 200 mirë, po këto regullisht nuk janë gjitha në prodhim. Janë 3-4 që duhen mushtu, anë e atër 2 muj për para duhet me janë nalë tomlin, kështu që prafërsisht e A shtu. menon më zgjeru me bo halja ma shumë se sa që ki? Jo, për nërë, jo, nuk kom se jem punë e shoqja, faktikisht unë tha shoqja është ai qelësi kryesora, e kupton, që kjo veç kem fillu mu vjetru, unë afër 70 vjetë edhe kjo afër 65 vjetë. Sa po pritojnë gjeneratat e reja më mirë? Ma pak, djali im ka qef, punimi tokë, se anek faktikisht bujqësisa i ma tepër, me blektori ma shumë, unë e shoqja po mirën. Gjeneratat e reja ma shumë ja kanë sy me dal jashtë. A ka ma shumë fore me shku jashtë, apo mirë me një punë në Kosovë? Dëgjoj, me dash me punu edhe këtu e gjenë vetën se cili. E gjenë vetën, unë parafërsisht tash po thëmë që djali im, se tash edhe unë edhe shoqja jem shërbim djalit, apo kupton, djali im një rrogë parafërsisht sa në Gjermani mundet me i metë e pastër këtu. Plus është në shtëpi vetë, plus është në vend vetin, punon kur don, pushon kur don. Dhe nësa mundet me fitu një pronar që merret me lop, ose në qo me blektorin përgjësit, dhe nësa mundet me fitu prafërsisht? Prafërsisht tash më barë, sa e ki kapacitetin e firmë, se e kupton, me qëtë firmë teme, me qëtë firmë teme, mu më mërmene se diku 1.500 dhe 2.000 euro, e kupton, vjetore, tash është ajo variabile, diku herë mo pak, herë aty janë e mirë, po edhe me vjeta që i shesim aty, që aty diku, silët, rrët 2.000 euro, do me thonë është ajo, shpenzime ka, normal, shpenzime ka. Ka edhe shpenzime që nuk i planifikon njeri, jo s'munit e kafshë, anek po duhet me veterinare, anek me intervenu, aty, mirë po prafërsisht, ka herë për shembull se bujqësia më vartë edhe për kohë. Bujqësia më vartë për kohë. Ekziston bresh një anek ne edhe qatë vjetë gati ti prish ato produkt, ato prodhime, po. Nuk e kuptoj mas fare, nuk e kuptoj pse hezitojnë njerëzit, e kupton, dikush jo era, mirë po që kjo është era e këndshme, tash, unë gjenerata jame mojnë men që kur kanë qenë ato shtëpijat e vjetra që ti regioni, nalt kanë qenë dhomat, poshtë ka qenë shtolla nejse e baktis, do më thonë me qatë aromë aty ju në rrit, tash pishosi po ikin plejt, po ikin aty anek edhe pse nuk është mirë, edhe fizikisht që me thonë e manjerin, kjo puna fizike, plus është ushqimi 100% është natural. Inshallah ndikon nëse emision ose diçka që me i vedisun ata edhe me dash më tepër bujqësinë edhe më marrë, se përfitim ka.